Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu bashkë. Jemi me një mysafir tepër të veçantë, për vitet të tëra. Absolutisht është njeriu që ka sjell bukurën, ka sjell dramën, ka sjell humorin, ka sjell komedin, ka sjell filmin, ka sjell dashurinë e tij përmes skenës. E kemi thënë shumë herë se skena është ajo që kultivon. I tillë vjen sonte për të na rrëfyer rrugtimin e tij që ka kultivuar botën e dramës, të teatrit, me një përvojë fantastike vjen sonte për ju e për ne, zonja zotëri, Avni Hoti. Postoni! O feta, ku mos postune? Ti, që ty, nuk vlen për juve. As për juve, shikus të ndëruar. Atër postoni mirë se erdhe. Një se gjitha. Merci. O feta, me të vetë, e bekimin pse s'pes poston kur? Po nuk pe bon punën për me s'postu. Ata ka bon punën në herë mihria me s'postu? Jo. Po që ata i respektojnë, se jo që i kutë një atë më... Respekt për familjen qore, bekimin, gjithashtu respekt për mihrien, po. Luj venit që për menet e mësoj. Po ti unë së ula hesës gudzova, mo. O ti i dinë se... Meta i s'postuar. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Ndihemi nderuar që jam në emisionin tënd. Të falenderoj shumë, na ke nderuar që ke ardhur, të kemi pritur goxhani kohë. Kemi pas dëshirë, ti ke qenë prezent non stop në skenë, po keni pas kun me pritur, na jam tash po du me kom modeste. Vesh mos na posto shpesh, atë? Jo. Se në rregull absolutisht kemi pas kanë me prit. Unë ju prezentova. Për mua jeni një njeri që në kurrizin tuaj bartni një piramid vërtet me një mozaik krijimtarie për sa vite. Faleminderit për komplimentet, po i 40 po bëhen. 40 po bëhen. 40 vjet në skenë. Aty. Kështu, a kishe mendu kur ke qenë fëmijë në nxans në shkollë fillore? Të mes? Kom mendu ashtu, po e kom ndi diqysh, tash është bon modë dhe është shumë e vërtet, e kom ndjek andrën. Andrë e kom pas. A ke ndjek andrën? E kështu që e kom ndjek andrën, në shkollë fillore kam qenë, kur për herë të parë, atëherë, e dinë edhe ti qëfar kur nash kanë qenë, kemi pas një radio. Dhe në radio ka qenë ura gazmure, do të Migja Ramës e Fetim Domi respekt e ndjes pas. Do thotë aty i kam fillet e parë dhe Bacakollë dhe plot aktorë të tjerë. Të lutëm, është një plejad për cilën du të hesh kapelen, respekt pasin e shpirt e dritë ju baftë atje ku janë. Që i kanë vu shtylla. Edhe e kom imitu të parin Migjen Ram. A të parin Migjen Ram? Migjen Ram, kështu që në shkollë, edhe më ka të marrë shpesher për klasës në klasë, me shku me imitu Migjen Ram. Ose për ditë shkollë, për festa, ato gjithsesi, do të aty, edhe Zoti ma ka plësua dëshirë që kam pas knasin edhe të bashkë... Një ditë të bashkëpunosh me ata njerë që i kishe... Me Migjen Ram, edhe pse me shëndet, s'ka qenë mirë atëherë, po mjafton të vish pra një ati, vish me po, në kështu, do të frëmzimin tim të parë ato. Gjigant. E mos lasim më ndej, kum pas fatin, thamë që vërtet me artistat më të mëdhaj që i kemi pas, dhe i që kemi me lujt plantyne, se me ta po plantyne, plot energjia, ata më kanë bon këto që jam sot. E ndo që andrën, do më thonë, thjesht. E ndo që s'judava. Kur mbarove shkollën e mesme në Klinë, Në Drenas. A në Drenas? Po, në Malishev kam qenë 2 vjet në Drenas. Po qash kam qenë i rahatshëm, e kam diplomu në Klinë, kështu që 3 qendra. A, shumë i rahatshëm, a ke qenë zonë si mirë? I shkëllqyshëm kam qenë. Të lullë. Se ke mujtë pasaj të lidhën një thona, dhe që unë kam mësu fort. Po, është e vërtet, kam mësu fort,
Gjitha i ku pas peshe, po edhe i pa bon rahat pak jem kom kështu. A i pa bom rahat kështu. Diqysh më... Energji, kërkuse. Gjithë shka e bësha pak ma nërsh se tjertë. Di nëse dikush i ka ra topit me kam djatë, unë jam mënu me të shmajtën, se s'kom ditë me asion mirat, po me bili me të shmajtën. Ndryshe, ta ndrojë. Kishëm pak ma ndrysh. Migjen Rami, edhe kush ishin idhuj tjerë të cilët indicje që i kishe, që u bon shkaktar që ti të rrugtoje kështu në këtë drejtim? Tash edhe rrethi jem, që me thonë, gjithmonë i ka prit që ato sene prej me, kështu që i kam fillu të zhvillohem, do të në shkollë fillore, kam bo këto imitimet, kam këndu, ma dje që ka është edhe ma interesant, në atë kohë vitet e 70-ta, unë kam valzu shotën me një djallë, po unë i veshën si vajzë, se vajzë atëherë nuk bëjke me dalë në skenë, e me po, se si dilke në skenë, na, ka bo për burë, që e burë i kjo. Jo, e ti si vajzë, a? Unë si vajzë kam valzu. Atë nga cmur ma vonë pastaj që? Jo, se si dishe piskenë, se ishë në shamin, ka zërë në që mësë më afrani më nga se... Ka dalë se këtu jam vetë në... Do të të interpretime, recitime, ma ti ka herë edhe me kënu zdisha, po edhe kënu isha për di shkollë, ose ja ke thonë kongës. Po si. Unë nise me synimin që të registroshe për artist, për aktor në Prishtinë. 4 herë është hapë konkursi për teatrin e të rive në Prishtinë, 3 herë jëmë pranu, asë herë s'ka funksionu e teatr, herë në fundit dikon 86. Do më thonë, e selekciononte, i pranonte kuadrin, po s'fillonte. Po nuk funksiononte, që po di politikat atëherë që shkanë qenë, dhe herë në fundit është hapë konkursi për teatrin të rive, fëmijëve dhe kukullave. Unë e kom pa në televizor, po s'kom mëndu, thash, po 3 herë u pranova, prap edhe kjo s'do të jetë funksional edhe këtu. Njojtë, shkuan. Po dashti zoti, përmes një njeriu, tash është i ndjerë regjisor Ismail Meri, ka kontaktu, po... Ata që si kemi, i bajmë homazh në shumë të atrofitje, e figurave gjiganta dhe më shumë. Edhe përmes tia, i rasisht me një dajtem, ka bisedu dhe i thëtë e kom një njëpë kështu e fort i shkon kjo... Thëtë, po pëse s'kom kërra në është i tash rasti, edhe njoftoj. Edhe unë kërkova të takoj Ismail Merin dhe shkova e takova tash. Që kjo është e vërtet, kjo teatr po themelot, teatri i kukullave. I kukullave. Edhe shumë kush që kanë konkurua ty, kanë qenë ndërta shumë të mirë, po kur kanë thonë se ju do të lutni vetëm me kukullat, jeni animator, disa janë tërhik, po ne jemi pranu 15 vetë një grup, edhe që ka është ma interesant, të nesërmen kanë dalë rezultatet. Kam shku 3 herë kom kjyrë lisën, asë një herë se kom po emnin temë. Tu që rrunë sytë, atë qa? Jo së mu që rrunë sytë, po këshyrsha në gjystet e poshtë. A në gjystet e nuk e kësirë së nalë? Ka punë aty 10 edhe 11 dhe në 15. Edhe, jëmë këthy edhe i herë, thash mërë, edhe unë kom po diqka, një kolegit që sëtë, edhe sëtë është të bashkë me neve, Roza Berisha, se tash për 15 kemi med vetëm 5. Veç 5. Faj Gashi, Valdet Rama, Roza Berisha, Avdi Azemi edhe unë. Dora vetë. Avni Hoti. Avni Hoti. Ky është emni jam, pro se ata emna tjerë njën emna... Se që në herë dërzovës. Ata janë emna të shtetit.